Shikoni, ky është caku. Dhe ky është ajo pjesë e standardeve që këtej tutje, jo vetëm në diskurs, jo vetëm në leksik, po edhe në sintaks njerëzit e ligjit, legislativi shqiptar, ekzekutivi shqiptar duhet të adoptojnë, madje edhe media duhet të adoptojnë një qëndrim krejt tjetër këtej tutje. Por jemi të sinqert për diçka. Ky është moment gjeostrategjik dhe po të shikosh realitetet e Kroacisë, pak më përpara Bullgarisë, Rumanisë dhe pak më përpara vendet e tjera, pa e bërë zi vendin tonë, siç ne jemi mësuar të paktën, dhe po të shikosh politikanët vetëm nxin periudhat e njëri tjetrit, nuk është se Bullgaria është futur në Bashkimin Evropian për meritat saj. Ju e dini, Bullgaria në arkun e 5 viteve ka bërë zgjedhje pafund. Dhe akoma ju e dini, atje pjesa e cila lidhet me autokracinë e kështu është gati e gjallë. Rumania ka pasur probleme pafund. Kroacia vazhdon një korrupsion të jashtëzakonshëm dhe megjithatë kaluan procese vettingu dhe ata kanë bërë si spaku jon, ata kanë pasur një institucion jashtëzakonisht efikas, po megjithatë korrupsioni është shumë i madh atje. Hungaria, ju e dini, është vend i Bashkimit Evropian, por që i ka sjellë Bashkimit Evropian mundime dhe sakrifica pafund. Por, pa e barazuar Shqipërinë me ata, ne jemi një vend që nuk jemi mësuar akoma me standarde. Vetëm të mendosh për shembull për atë relacionin e orëve të fundit që ka dalë që shqiptarët për sa i përket rushfetit janë të dytët në një, të themi, në një statistik të bërë nga institucion shumë prestigjioz, ti arrin të kuptosh që standardet ke ne lënë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar. Dhe me çfarë kuptoj, Brukseli po bën dhe po ndjek një metodologji të tillë që vendet të cilat aspirojnë të bëjnë një pjesë të standardeve dhe pjesën tjetër të standardeve ta realizojnë në rrugtimin e tyre. Dhe ky është rasti i Shqipërisë, besoj, dhe i Malit Zi. Të them një element, Mali Zi, megjithëse ne anashkalojmë, është këtë vit në një, të themi, jo represion, por në një ndikim të politikës serbe të paimagjinueshme. Dhe ky ndikim ka arritur në një masë të tillë sa që mund të shkatërrojë dhe procesin në vetvete. Paçka se ata janë vend i parë, janë front runner, siç quhet me gjuhën e Brukselit, dhe pretendojnë që të mbyllin dhe